Në Big Brother Kosova, shpesh janë veprimet më të vogla që krijojnë konflikte të mëdha dhe zgjerojnë tensionin mes banorëve. Një nga episodet më të fundit tregoi këtë dukuri në mënyrën më të qartë, duke përfshirë Labinotin, Benitën, Elionën dhe Tonin. Labinoti bëri një vëzhgim që ai e konsideroi si provokues ndaj Benitës. Sipas tij, Eliona kishte futur mbathjet e Tonit te koka e jestikut ku flen Toni, një veprim që mund të duket i parëndësishëm jashtë shtëpisë, por që këtu u lexua si provokim i qëllimshëm. Në një ambient të mbyllur dhe të tensionuar, ku çdo gjest interpretohet nga banorët dhe nga publiku, ky aksion i vogël mori rëndësi të madhe. Benita reagoi menjëherë. Për të, futja e mbathjeve te krevati i Tonit nuk ishte një shaka e pafajshme, por një tentativë për ta provokuar dhe për të shkaktuar konflikt. Reagimi i saj tregoi se sa lehtë një veprim i thjeshtë mund të shkaktojë tension emocional në lojë dhe se gjithçka, madje edhe sendet më të zakonshme, mund të përdoren si armë psikologjike. Toni, i përfshirë pa faj në situatë, u gjet në qendër të tensionit. Krevati i tij, një hapësirë personale, u përdor për të nxitur konflikte dhe reagimi i tij ishte i lidhur jo vetëm me veprimin, por edhe me atmosferën e tensionuar që krijohet në shtëpi kur banorët ndihen të provokuar. Labinoti, duke e vëzhguar këtë situatë, interpretoi gjithçka si provokim të qëllimshëm ndaj Benitës. Për publikun, kjo shton dramatizmin. Çdo gjest i vogël i bërë për shaka mund të perceptohet si sulm personal dhe të shkaktojë përplasje mes lojtarëve. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe test emocional. Durimi, kontrolli mbi nervat dhe aftësia për të menaxhuar provokimet janë po aq të rëndësishme sa aleancat dhe taktikat. Një veprim i vogël mund të shndërrohet në simbol të konflikteve të mëdha dhe të ndikojë në marrëdhëniet mes banorëve. Në fund, episodi me mbathjet nuk ishte thjesht një shaka e vogël, por një shembull i që